Albin Kurti duket se ka fituar zgjedhjet e votuara ditën e djeshme në Kosovë. Për folur mbi rezultatin që disa thonë që është befasuese, disa thonë që ishte i pritshëm, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur Selatin Redkoceri. Zoti Redkoceri, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, zoti Guri. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën që gjetët për këtë intervistë. Profesor, si e pat këtë rezultat Albin Kurtit? Po, them drejtën, jo dhe i pritur, por me gjithate është bërë mirë, sepse tani më nuk ka rrugë për t'ju shmangur si që veprua për 9 muaj formimit qeverisë, sepse Kosova nuk ka kohë për t'humbur. Andaj është bërë mirë që megjithatë populli e votoi me 1% të konsideruar dhe tani më Albin Kurti mund ta formojë pas një problem kuvendin dhe qeverinë e Republikës Kosovës. Urojmë që certifikimi i rezultateve zgjedhore të bëhet sa më parë dhe të kryen disa procese të lëna në gjysmë që kanë të bëjnë me marrëveshjen ndërkombëtare të përfitimit shumë fondeve, të cilat për fat mirë një pjesë e tyre është prolonguar dhe nuk kanë humbur, dhe tani është shanca që ato mjetet të rialokohen për Republikën e Kosovës, e cila vërtet ka nevojë të madhe për fondet e IPA-s dhe të Bashkimit Evropian. Andaj urojmë që brenda mujit shkurt mas larti të zgjedhet qeveria dhe kështu të vazhdohet me aprovimin e ligjit më të rëndësishëm të Republikës Kosovës, ligjit buxhetit dhe punëtorët e administratës që janë afër 100.000 të mos mbeten pa pagat e tyre të shumë të nevojshme. Kjo edhe na bën të jemi megjithatë të lumturuar që një parti, në këtë rast Vetëvendosja, i fitoi votat përkundër asaj që nuk i ka merituar, por megjithatë demokracia, populli foli dhe votoi Albin Kurtin. Atij i urojmë punë të mbarë dhe urojmë që mos na i përsërit asnjëherë më 4 vitet e shkuara të dështuara në gjitha sferat. Presim që të forcohet me kuadra më të mira, të formojë një qeveri shumë më të përgjithshme dhe më kompetente dhe të ecim përpara deri në rastin e presidentes, që unë frigohem se përsëri do të kemi një krizë parlamentare. Profesor, cilët ishin faktorët që sollën këtë rezultat Albin Kurtit? Unë mendoj se shpërndarja e parave në prag zgjedhjesh dhe udhëtimi masovik i diasporës që të votojnë fizikisht e bëri dallimin kaq të madh. Përndryshe lëvizja vetëvendosje sigurisht se do të fitonte edhe pa diasporën, por përqindja nuk do të ishte kaq e lartë, sepse vërtet kë nuk është realiteti i votuesve të Republikës Kosovës, sepse për 5 vite popullata është shumë e dëshpëruar në dështimet të cilat i ka pas Albin Kurti. Erdhen në Kosovë dikon rreth 400.000 qytetarë emigrant të kahershëm të Republikës Kosovës. Ata disi janë të bindur se Albin Kurti ka punu mirë dhe ka çliruar Mitrovicën, por këto nuk janë të vërteta, sepse sovraniteti i Republikës Kosovës ekziston prej momentit kur trupat e NATO-s bashkë me UÇK-n kanë hyrë në krejt territorin e Republikës Kosovës, domethënë 12 qershori i vitit 1999 e ka siguruar sovranitetin e Republikës Kosovës, dhe kështu nuk kemi pas nevojë që edhe një herë të çlirohet një pjesë e territorit apo veriu i Kosovës, që është Mitrovica, Veriut dhe 3 komuna tjera. Diaspora ka qenë faktori vendimtar që ka bërë që
Albin Kurti të fitoj në mënyrë plebiscitare apo absolute zgjedhjet e djeshme në Republikën e Kosovës. Zoti Ret Koceri, siç dihet tashmë, ka një ftoje mes raporteve të zotit Kurti dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si do jetë ky raport pas këtyre zgjedhjeve? Unë do të doja që presidenti Trump të uroj Albin Kurtin, por shumë dyshoj, dhe nëse nuk vjen urimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe nga sekretari apo nënkryetari të zotit Trump, atëherë vërtet jemi keq nëse nuk na urohet. Sot morëm urimin nga Shqipëria, nga Edi Rama, mirë u bë, nuk kam ndonjë informatë sepse kam qenë prezent nëpër televizion dhe s'kam mundur të përcjelli, por mendoj që pa urimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një dush i ftoftë edhe është diçka e keqe që nuk do ta donte asnjë shqiptar në Republikën e Kosovës. Presim, urojmë, dëshirojmë, shqiptarët dëshirojmë, të gjithë ata që duan Kosovën, dëshirojnë që Amerika të uroj, pa marrë parasysh që raportet janë të ftohura, raportet nuk janë të mira, bilaterale mes Amerikës edhe Kosovës, por megjithatë mendoj se do ta kuptoj si një çun të lazdruar Albin Kurtin dhe zoti Trump do t'i bëj hafat e duhur për të realizuar marrëveshjet e Brukselit edhe Ohrit dhe një ditë të afërt do t'i ftoj në zyren e tij dhe do t'i shtit të nënshkruaj apo të fillojnë të zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë obligative dhe nuk mund t'i përjashtoj as Albin Kurti dhe as kush nga ne, as opozita, dhe duhet pranohen si të tilla. Zoti Ret Koceri, çfarë do të thotë ky rezultat pra fitoria Albin Kurtit për opozitën në Kosovë? Unë mendoj që opozita ka pas mungesë leadershipi, ka qenë jo proaktive, kopjuese e dopt e Albin Kurtit. Kryesitë e 3 partive janë klanore, regionale, kanë qenë pasive dhe krejt këtu të pa organizuara, pa narrativ, pa guxim dhe pa alternativa. Me një opozitë të tillë, e cila ka pas shancat e botës që ta mund apo s'paku t'i afrohet kësaj radhe lëvizjes vetëvendosje, dhe ata vërtet kanë heshtur në krejt këto shkelje, në krejt këto dobësi të mëdha, të cilat i ka pas Albin Kurti përveç analistëve televiziv, opinionistëve, fare nuk është vrejtur zëri, përveç ndonjë zëri individual të ndonjë deputeti, nuk kemi parë se ka pas një reagim nga opozitarët, dhe ja ku e kemi rezultatin, sepse të kopjosh, siç bëri Lumira Abdigjiku, duke u munduar ta kopjoj me gjithçka, edhe në program, edhe në gjithçka Albin Kurtin, kjo nuk shkon, sepse nuk ka nevojë qytetarët për një program të ngjajshëm, me premtime rritje pagash, rritje të asistencave sociale, të pensioneve, pa programe konkrete, pa planifikim të mirë, pa vizion të qartë, del se vërtet opozita e humbi sikur me qëllim këtë garë cilën i ka pas gjitha shansat për ta fituar. Pastaj Albini për 9 muaj ishte në gjendje të vjen, njëherë kishte provuar që t'i bëj bashkë zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme, nuk ja kishte arritur. Më pas e dinte që në muajin dhjetor, në fund dhjetorit, për festat fund vitit, diaspora vjen në Kosovë dhe ata ju përshtaten, e lanë datën 28 dhjetor dhe diaspora erdhi masovikisht, edhe faktori kryesor vendimtar që në këtë rast i kemi këto rezultate
është diaspora e cila është e kënaqur me Albin Kurtin nga larg dhe punon atje, i ka shërbimet e shteteve të perëndimit dhe harron se në Kosovë është rritur varfria deri në masën 30% dhe sot 30% e popullatës të Kosovës jetojnë me 2 euro në ditë shpenzim. Andaj këtë faktor nuk e kam pas parasysh diaspora dhe ja na erdhi rezultati dhe me shumë gjas, një rezultat të pritur prej 35% votave nga të gjitha sondazhet që janë bërë në Kosovë, nga lëvizja vetëvendosje, i kanë dalë se mbi 35% nuk mund të shkoj dhe për atë arsye ishte ai mobilizim i madh, duke paguar aeroplan, duke paguar autobus, duke paguar naftë për shpenzimet e rrugës dhe ja ku e kemi rezultatin që unë konsideroj se edhe diaspora është e jona, por megjithatë diaspora është e keq informuar dhe nuk janë në gjendje ata të vlerësojnë se kush është meritor në këtë rast për të fituar zgjedhjet. I fitoi Albini dhe për 4 vite të ardhshme, vetëm nëse mund të ketë ndryshime të mëdha në kabinetin e tij qeveritar, edhe reformat të tij personale përndryshe nuk pritet asgjë e mirë na ndodh gjatë këtyre 4 viteve. Uroj që s'paku marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n t'i kemi të shëndosha, përndryshe i kemi punë të keq. Diçka tjetër që duhet ta ceki domosdo, që ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, është edhe paralajmërimi i heqjes së masave nga Bashkimi Evropian, që në një farë mënyre mendoj se i kanë ndihmuar Albinit për të fituar votë masovike në këtë formë, po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara garantuan se siguria e jashtme nga sulmet eventuale serbe janë përgjegjësi e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kjo në një farë mënyre i bindi një pjesë skeptike të qytetarëve që nuk është e vërtet ajo që është thënë që 5 vite që Albin Kurti ka marrëdhënie të këqija me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thirrën qytetarët tani thonë se ja, Amerika po na mbron, Amerika nuk do të tërheqet nga Kosova, BE-ja po i hjek masat sankcionet, edhe kështu që edhe BE-ja edhe Amerika kanë raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kështu që duhet të fitoj edhe kësaj radhe Albin Kurti, sepse Albin Kurti është shndruar në një lider populist, derisa parti tjera nuk kanë lider, edhe mendoj që nga sot ato parti duhet fillojnë të reformohen, të ndihmojnë në zgjedhjen e kryetarës, edhe të presin edhe 4 vjet të lënë le të punoj i qetë Albin Kurti, dhe edhe pas 4 vitesh nëse konsolidohen të provojnë të marrin pushtetin, përndryshe nuk është mirë që të vazhdohet kë prolongim në këtë formë, sepse është vërtet Kosova në gjendje të mjeruar energjetike, ekonomike, arsimore, sociale, shëndetësore, andaj për hir të krejt këtyre proceseve është mirë që verdikti popullit të shkojnë në vend, të zgjedhet edhe kryetari, qoftë ai kryetar konsensual, qoftë kjo zonja që është apo dikush tjetër nga vetëvendosja, por qëndrimin në kuvend 80 vota duhet ja bëj opozita në mënyrë që mos të prolongohet edhe me tutje. Edhe pse mendoj shtu individualisht, personalisht, që opozita do të provoj që mos të qëndrojnë sallë për ta zgjedhur presidenten dhe në mënyrë që të shkohet edhe njëherë në zgjedhje, sepse në muajin prill, mars, prill, kurdo që mund të jenë zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme, numri diasporës do të jetë dukshëm i vogël dhe rezultati zgjedhor jam i bindur që do të ketë ndryshime të theksuara. Edhe për atë arsye opozita mund ta provoj edhe këtë opcion. Profesor, falenderoj. Po mund ta bëj. Të falenderoj shumë për analizën që bët këtu në VIP Magazin, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit zoti Guri, ishte kënaqësi.